me lek. Gucci'n, Fabian Kuqin se blendot me lek. Hajde merë orën mbrapsh Sami, ju lutem niseni live-in Samit, nuk kam nevoj për orat shtrejnta, robat shtrejnta, kam nevoj për punë. Leku nuk më blen në këtë dynja, unë thjesht vetëm doja premtimet që më ofrohet, që do më jepni punë, më fut në Dubai, edhe më fat do më jepni punë në Dubai. Nuk kam nevoj për këto gjërat shtrenjta. Juve që po më jepni support, TikToku është e vetmja mënyrë që po ushqehem me lek halali në këtë moment. I nisni live-in, i shkruani Samit, hajde tako Gucci'n e merë orën mbrapsh. Nuk jam intrigant o lyps TikToku. Sami, mos më shkruaj mua takoj ato gocat e tua, hajde më tako vetë qysh më dole në live vetë, e hajde merë orën mbrapsh. Mos më shkruaj mua takoj ato kurvat e tua. Nuk jam ajo e djal, ta fash që ditën e parë Sami, nuk jam për jetë natë. Ta fash nuk jam për jetë natë, e nuk e dua jetën e natës Sami. Mos më shkruaj në WhatsApp-et në fush, tako këto goca, nuk takoj kurvat e tua unë. E mos i shginjej njerëzit, ti fosh njerëzit do të ndihmoj, do t'jap këtë punë, edhe nuk kam nevoj për vuratat flipin shtrenjta. Nuk dua vuratat shtrenjta unë Sami, nuk jam për vuratat shtrenjta, unë jam thjesht një djali vuajtur, kam kaluar shumë njerëz në këtë jetë, më ftove këtu do m'jepje punë, nuk jam për këto orat e shtrenjta unë. Hajde Sami më tako, e merë orën mbrapsh, ti personalisht Sami. Hajde merë Richard Millin të mbrapsh. Tani po m'djek edhe live-in Sami, se mesajet tërë ditën i ke shmangu, edhe të fash, nuk kisha unë për atë jetë mbrëm, jam djali vuajtur, jam hau e gji, e jam njëri i vetmuar. I përdoru nga shoqëria në çdo anë, po ty bravo Sami, më ftove këtu për punë, edhe të fash Sami, nuk dua gjëra të shtrenjta vëlla. Vetëm thjesht doja një punë t'ja dila situatave të mia. Tani jam izoluar në vëm hoteli, pa